Katrina Sadiki, me të cilin do të flasim për trajnimin e veçantë që kanë realizuar Katedra e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe në Universitetin e Tetovës. Për më shumë detaje do të na tregoj vetë profesoresha. Përshëndetje Katrina. Përshëndetje. Faleminderit shumë që je pjesë e emisionit ftesë në studio. Faleminderit shumë edhe juve për ftesën. Do mund të na tregosh? Siç e përmendje, për trajnimin ne i falenderojmë një herë për mundësinë që na keni dhënë për të folur për këtë trajnim. Edhe shpresojmë që përmes këtij emisioni dhe informacioneve që do të ndajmë këtu, do të kemi mundësinë që edhe vite tjera të kemi prezenca më shumë maturant në trajnimet që organizon Fakulteti Filologjik, po veçanti Katedra e Gjuhës Shqipe për dhënien e provimit të maturës në gjuhë anëtare. Po, patjetër, unë dua të të pyes pak nëse mund na tregosh pak më shumë detaje për trajnimin. Trajnimi tashmë është realizuar, apo? Dhe na trego pak më shumë detaje, çfarë është trajnimi, për çfarë bëhet fjalë? Atë si që përmenda edhe pak më parë, trajnimi është trajnimi i cili i ofrohet prej Katedrës së Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe të Universitetit të Tetovës maturantëve të shkollave të mesme të gjithëve, do të thënë nga gjithë Republika e Maqedonisë së Veriut, kush ka interesim mund të merr pjesë në trajnim. Në këtë trajnim ne trajnojmë maturantët se si të përgjigjen në pyetjet e testit të maturës, çfarë duhet të kenë parasysh nga materiali me cilin kanë punuar për 4 vite dhe se si ta shkruajnë esenë, e cila ju kërkohet si pjesë e provimit të maturës. Është themi një lloj parapërgatitje e tyre edhe për dhënien e provimit të maturës, por edhe për të përgatitur me atë që i pret në universitet, me bankat e universitetit, me mënyrën se si një material më të gjerë ta arrin, domethënë, të zgjedhin pikat kyçet për të folur për ato, domethënë ku duhet të fokusohen e kështu me radhë. Domethënë ku duhet ta mbajnë vëmendjen. Prova që bëjnë maturantët në këtë trajnim, siç e përmenda, i nxit ata edhe të mendojnë për atë se me çfarë do të ballafaqohen në universitet, po edhe të jenë të përgatitur për gjitha pyetjet dhe për gjitha dilemat që mund t'i kenë rreth testimit të maturës. Kjo është hera e parë që bëhet një trajnim i tillë, apo çfarë ju shtyu, si erdhi ideja për ta bërë pikërisht këtë trajnim për maturantët? Në fakt, trajnimi si vjet është viti i tretë me radhë që realizohet, mirë po është hera e parë që është organizuar në formën me konkurs me ese. Në këtë trajnim, për dallim prej 2 herave të para, të cilat kemi folur për esen edhe për materialin cilin e kam punuar ato 4 vite, këtë vit kemi menduar që të organizojmë gjithashtu një ese, një konkurs me ese, ku maturantët, ato që kanë dashur të marrin pjesë, janë nështruar konkursit dhe kanë provuar veten të shkruajnë ese të ngjashme me ato të cilat ju jepen për temë në testimet e maturës. Janë trajnuar normalisht si të ndërtojnë një ese, çfarë do të kenë parasysh gjatë hartimit të eses, çfarë vlerësohet, çfarë nuk vlerësohet nga testatorët e kështu me radhë. Domethënë ka qenë një provë për gjithë ato maturantë që ta shohin veten para se t'i nështrohen këtij testi dhe në atë se sa janë të zotë pa ndihmën e dikujt tjetër, pa ndihmën e teknologjisë, pa gjitha ato mjetet të cilat ne jemi mësuar çdo ditë në realizimin e detyrave të përditshme të shfrytëzojmë. Do të thënë, për herë të parë jam ballafaquar me një testim të tillë dhe kam provuar veten se sa janë të zotë të ndërtojnë një ese me mendimet e tyre për temat e dhëna. Mjaft interesant në fakt, sepse po, e testojnë edhe vetëm para se të hynë ato testet letemit të maturës, por çfarë ka qenë përmbajtja e trajnimit, cilat kanë qenë tematikat të cilat janë trajtuar, apo ka pas nga më të ndryshmet për sa i përket eseve? Motoja e trajnimit ka qenë fjalët janë forca jote, do mësosh të përdorësh ato me mjeshtri, sepse trajnimi ka korresponduar me ditën botërore të librit, që ka qenë djemën 23 prill. Ideja ka qenë që ne t'i informojmë studentët e arshëm, normalisht maturantët, rreth asaj se çfarë ju ofron, do të thotë, të njohja dhe suksesi në testin e maturës në gjuhë anëtare. Kemi folur normalisht për rëndësinë e studimit të materialit për herë të fundit para se t'i nështrohen këtij testi. Kemi folur për rëndësinë e gjuhës, rëndësinë e letërsisë dhe temave të cilat i trajtojnë ato për ditë me pedagogët e tyre.
që thot, maturantët e kam pa, do me thonë se si një analizë e mirë e veprave letrare, një njohje e mirë letërsie, një njohje e mirë gjuhë, ndikon që ata në të ardhmen të krijojnë fjalor, të krijojnë mendimet e tyre personale, të dinë të mbajnë qëndrime, të dinë të flasin për tema të ndryshme. Kjo ka qenë pjesa e parë e trajnimit, kurse në pjesën e dytë jemi marrë konkretisht me esen, me ndaljen e paragrafeve dhe gjitha ato gjërat praktike të cilat lidhen me shkrimin e eses, kur ato do të ballafaqohen me këtë fakt. Na ka pëlqyer shumë fakti që prej maturantëve të shkollave të mesme kemi pas një interesim shumë të madh dhe shumica prej tyre kanë qëndruar për ta provuar fatin dhe për ta parë se si do të shkojë hartimi i eseve. Pra pjesëmarrja në pak ashtu një temë. Po, trajnimi është mbajtur një ditë, apo dje në ditën ndërkombëtare të librit në fakt, apo dhe pjesëmarrja e nxënësve ka qenë e konceptuar në atë mënyrë që të dëgjohet një herë e më pas ta vendojnë në praktikat pjesën që mbas e kanë mësuar gjatë trajnimit, apo? Po, kjo ka qenë ideja, dhe më thonë të trajnohen, të shohin një dhe gjitha të njohuri të fituara nga trajnimi, po edhe nga materiali që kam pas para prakisht edhe nga ajo që kam punuar për 4 vitet i në zbatim në fund të trajnimit në konkursin mese. Prej cilit konkurs ne kemi zgjedhur dhe 3 vende fituese, të cilat do të shpërblehen me libra, me mirënjohje, me certifikata. Linku në cilin mund të ndjekin ato në faqen e universitetit janë publikuar gjithashtu edhe për shkaqe transparence edhe 3 eset më të mira, të cilat i kanë përmbushur kriteret, numrin e fjalëve, koherencën me ese, ndërtimin e eses në formë argumentative, të cilat do me thonë komisioni vlerësues ka vlerësuar se janë më të arritura për gjitha atyre të cilat ishin shkruar në këtë konkurs. Pra the që interesimi në fakt ka qenë i madh, është prit që tjetë atë që interesim dhe a ka pas edhe prej vendeve të ndryshme të Maqedonisë, prej shkollave të ndryshme, apo kanë qenë mbase më shumë shkollat në Tetov? Po, kemi pasur prej shkollave të mesme të Tetovës kryesisht dhe të Gostivarit. Viteve të kaluara kemi pasur edhe nga Struga edhe nga Shkupi dhe në vendet e tjera të Maqedonisë, mirë po, këtë vit ndoshta për shkak të konkursit në ese ose për shkak se si vjet në Fakultetin Filologjik veç mas gjuhët anëtare në cilat jepet provimi në gjuhën maqedone dhe shqipe kemi realizuar në ditë të veçanta trajnimin, kemi variuar në numrin e nxënësve, në interesimin, në organizimin dhe në gjitha këto, mirë po, ato nxënës që kanë pasur mundësi edhe për shkak të angazhimeve shkollore dhe gjitha që i kuptojmë, është edhe fundi i vitit edhe realizimi i plan programeve dhe obligimeve të maturantëve të ndryshëm, kryesisht kanë qenë nxënës nga shkollat e mesme të Tetovës dhe Gostivarit. Mirë po, në përgjithësi kemi kaluar shumë mirë edhe viteve paraprake me maturantët, të cilët kanë qenë pjesëmarrës në trajnim. Besoj që kjo traditë do të vazhdojë në Universitetin e Tetovës për qenë sa më afër me maturantët, për qenë sa më konkret me pyetjet të cilat mund t'i kenë ato. Sepse shpeshherë këto pyetjet ose këto testimet e fundit të maturës mund të krijojnë konfuzion në lidhje me mënyrën e vlerësimit, në lidhje me atë se çfarë duhet shkruhet, çfarë nuk duhet shkruhet, ku duhet përqendrohet vëmendja, duke pas parasysh edhe faktin se materiali është shumë i gjerë. Lënda gjuhës shqipe realizohet, ose gjitha gjuhëve anëtare realizohet me 4 orë në javë për 4 vite, madje edhe në shkollat e mesme profesionale. Prandaj do të thonë të vesh theksin të ato që duhen për një trajtim një ditor, ndoshta është pak, por është një informacion më i freskët dhe jemi më afër maturantëve në këtë mënyrë. Shumë e vërtet. Pra, mendoj që kjo të kthehet tashmë në një traditë dhe sigurisht që t'jeni sa më afër të gjithë maturantëve dhe në vendet të tjera, në qytetet e tjera. Mendon që të vazhdohet sigurisht si traditë ky trajnim, do të vazhdojë edhe në vitet në vazhdim? Besoj se po, me që është edhe viti i tretë që po realizohet, shpresoj që kjo do të vazhdojë si traditë. Kushdo që ka interesim, ju falenderojmë edhe juve që keni ndarë këtë informacion me një publik më të gjetë, i cili ndoshta nuk mund të arrijmë ne. I ftojmë të marrin pjesë, i ftojmë të jenë pjesë e trajnimit, shprehin interesim të bëjnë të gjitha ato pyetje të cilat i kanë në mendje. Dhe
çdo vit në fund të semestrit ose kudo që të organizohet do të jenë të njoftuar për pjesëmarrje. Urojmë që aktivitetet të tilla të mos jenë vetëm për shkaqe të testeve të maturës, po të kemi edhe aktivitete të tjera me maturantë dhe me nxënës të shkollave të mesme, të cilët e kanë atë fazën delikate për orientim, për studim në fakultet, zgjedhjen e drejtimit, pikpyetjet të cilat mund t'i kenë. Universiteti normalisht do të jetë një derë e hapur për të gjithë, edhe në Universitetin e Tetovës ta kenë gjithmonë këtë derë të hapur për gjitha pikpyetjet që mund t'i kenë. Shumë e vërtet në fakt Shumë e vërtet, dhe ne sigurisht edhe ne si media duhet ta bëjmë pjesën tonë, sepse gjithmonë kur flitet për një pjesë ku mund të kemi një cilësi më të lartë të arsimit, sigurisht që çdo njeri mund të kontribuojë dhe sigurisht edhe ne kemi pjesën tonë, por edhe universiteti që bën këtë, duke qenë se ti e the pak më herët që nuk duhet të jenë mbase vetëm me maturant, por a mendon se duhet të ketë trajnime të tilla, jo vetëm në këtë aspekt vetëm katedra e gjuhës shqipe, por edhe katedra të tjera mbase apo trajnime të tilla të ngjashme, të cilat do të ndihmojnë që të jenë një urë lidhëse mes arsimit të mesëm dhe universitetit. Mendon se duhet të shtohen më shumë trajnime të tilla? Po, faktikisht, me sa kam informacion unë, disa prej katedrave në universitet realizojnë punëtori me maturant, do të thënë katedra e tjera ose fakultetet e tjera, fakulteti filozofik, fakulteti i shkencave të zbatuara, cilët po ashtu realizojnë punëtori të ngjashme me maturant, të cilët kanë interes për ato drejtime. Do të thënë në fushën e psikologjisë, për shembull sociologjisë, arkitekturës, maqedonishtes, te fakulteti filologjik anglishtes, gjuhës shqipe e kështu me radhë. Do të thënë interesi është i madh prej maturantëve, por duhet të vazhdimisht të punohet me kanalizimin e asaj se çfarë nxënësit kanë interes dhe ku dëshirojnë ato të marrin pjesë, ku dëshirojnë të orientohen, ku dëshirojnë të parashtrojnë pyetjet e tyre. Megjithatë, edhe pse këto disa prej punëtorive tashmë janë mbyllur, disa janë interaktive, mund të interesohen në faqen e universitetit, ta ndjekin dhe të marrin pjesë aty ku dëshirojnë ato të regjistrojnë, ku kanë interes. Po, gjithashtu për këto problematika është edhe dita e hapur, e cila është të martën në Universitetin e Tetovës. Domethënë, ditën e martë i presim gjithashtu në ditë të hapur të gjithë maturantët në panelin e karrierës, ku prej afër mund t'i takojnë profesorët, asistentët, referentët, të gjithë ato që përbëjnë strukturën e universitetit, të parashtrojnë pyetjet të cilat i kanë, të shohin prej afër punët e secilës katedre dhe të orientohen në ato që duhet të drejtohen të studiojnë. Dhe më pas sigurisht të vendosin se në cilën degë duan të vazhdojnë sigurisht edhe studimet e tyre. Duke qenë se ti e profesoreshe gjuhës shqipe, unë dua të pyes pak cilat janë sfidat më të shumta sipas eksperiencës tënde, sipas asaj që sheh tek të rinjt, cilat janë sfidat më të shumta me të cilat përballen të rinjt për sa i përket le të themi përdorimit të gjuhës shqipe, shkrimit, leximit. Në fakt, sfidat janë me që përdorimi i secilës gjuhamtare në kohët moderne, po pëson një transformim, themi kështu, nuk kemi përjashtim as në gjuhën shqipe, gjeneratat e reja shumë të ndikuara nga teknologjia, kanë filluar të themi të ndikohen në mënyrën e përdorimit të gjuhës, përdorimit të sintaksës së gjuhës, ndërtimit të fjalëve, mënyrës se si mendojnë në anglisht, sidomos si një problem kryesor, siç e tham, për shkak të ndikimit të teknologjisë, po nuk duhet harrojmë asnjëherë që gjuha pikëpari është identitet dhe të dish ta përdorësh gjuhën tënde do të thotë të dish ta ruash identitetin tënd kombëtar. Ta ruash identitetin kombëtar nuk do të thotë të krijosh urrejtje ose ndasi ndaj një gjuhë tjetër, ndaj një kulture tjetër, është me rëndësi njohja e secilës gjuhë padyshim, po veçantit na bëjnë botën më të bukur dhe të flasim gjuhë të ndryshme, të kemi kultura të ndryshme, të kemi këtë lloj-llojshmëri, është ajo e cila e bën botën të larmishme dhe të bukur dhe prandaj ruajtja e gjuhës, kultivimi i gjuhës amtare, dhe mbrojtja e gjuhës shqipe si një nga gjuhët më të vjetra dhe më të rralla në botë, padyshim është përgjegjësia e secilit prej nesh, sidomos ne të cilët
e studiojmë dhe e ligjërojmë të gjuhë, po ashtu edhe secilit që e flet dhe që vjen prej asaj kulture. Prandaj do të kisha apeluar që në të folmet e tyre të përditshme, në komunikimet mes miq, mes shokësh, me profesor, me kolegë, me prindër, me kudo që ato sa më shpesh, shumë shpesh kanë kontakt, të shmangin përdorimin e termave të huaj, të shmangin komunikimin e gjuhë të huaj për të ruajtur këtë që është bërthama jonë, gjuha. Shumë e vërtet në fakt edhe një apel shumë i mirë, një mesazh shumë i mirë, sepse e kemi gjuhën kaq të bukur, gjuhë të vjetër e të bukur, kështu që duhet sa më shumë ta ruajmë, por që siç e them me teknologjinë tashmë është bërë pak problematike edhe kjo pjesë, sepse ndonjëherë mendojmë në gjuhë tjetër dhe mundohemi ta përkthejmë në gjuhën tonë. Është bërë pak e vështirë nga teknologjia apo përdorimi i tepërt i teknologjisë. Si ndikon edhe shkrimi dhe leximi i rregullt në formimin, si mendon se ndikon në formimin personal por edhe akademik të rinjve? Kjo është edhe ideja e saj që u përmend, domethënë shumë në trajnim edhe dje, që ne kanë dëgjuar maturantët, po që patjetër ta ndajmë edhe këtu, leximi i librave, leximi i letërsisë në veçanti, do të kishte thënë, jo pa dashur të përjashtojmë librat profesionale, psikologjike e tjerë, domethënë sidomos leximi i letërsisë, ku e dim brenda veprave letrare ka dialogje, ka shkëmbime, ka monologje, ka domethënë personazhe të cilët mendojnë, shkruajnë, komunikojnë, shkëmbejnë mesazhe. Ndikon padyshim shumë atë se si ne do të krijojmë bindje, mendime, si do të krijojmë fjalor, si të lidhemi me tjetrin, të komunikojmë me tjetrin, të formsojmë mendimet tona dhe t'i japim vetes tonë një formë të re të shprehjes, një formë të re të mendimit, të kalkulimit. Letërsia nuk ndikon vetëm tek pasurimi i fjalorit që shpesh e përmendim me leximin e librave ose atë që të dim të shkruajmë dhe të flasim bukur, por krijon edhe bindje tek individet, domethënë duke lexuar letërsi, duke lexuar vepra letrare, arrim të dim të zgjidhim probleme, të dim të zgjidhim dilema, edhe të dim të ndërtojmë argumente për bindjet të cilat ne kemi pavarësisht dhe të cilat duam t'i mbrojmë. Prandaj leximi i librave është ajo kryesorja që do të na çojë neve në ruajtje në gjuhës, në të shprehurit më të mirë, në artikulim më të mirë dhe në atë se si do të dim të mendojmë, të artikulohemi, të shprehemi. Të mos jemi të varur gjithmonë nga teknologjia për të ndërtuar një fjali, për ta thënë saktë një shprehje ose për të kërkuar ndihmë ChatGPT-s ose cili do mjet inteligjencës artificiale të ndërtojë ajo bindjen të cilën ne kemi ose mendimin të cilin ne kemi. Domethënë kultura e leximit është ajo e cila krijon tek individi këto aftësi. Shumë e vërtet në fakt, por si e sheh interesimin e të rinjve edhe për lexim, por edhe për tema që kanë të bëjnë me gjuhën dhe letërsinë? Nuk do të kisha qenë edhe shumë pesimiste në këtë aspekt, do të thotë duket sikur leximi ka filluar të përfshihet në masë tek të rinj, domethënë zgjedhja e temave, ndjekja e faqeve të cilat promovojnë leximin, promovojnë librat, në Instagram, në rrjetet sociale, do të thënë sikur po fillon të ketë një rikthim dëshira për lexim. Më pëlqen kjo, do të kisha dashur të vazhdohet, pavarësisht çfarë letërsie, çfarë teme konsumohet, leximi asnjëherë nuk është i gabuar, asnjë libër nuk mund të jetë jo i mirë, jo cilësor, do të thënë sa duhet e kështu me radhë. Pavarësisht temës të cilën ne sillim ta lexojmë, librit të cilin autorit të cilin ne sillim ta lexojmë, do të kisha dashur shumë që të ndiqet në vazhdimsi ky trend, të ndiqen ato të cilët promovojnë leximin, promovojnë librat dhe të vazhdohet në këtë mënyrë. Rol të madh duhet të cek patjetër që luajnë edhe klubet e librit, të cilat janë një vend
ku të gjitha ata cilët e duan letërsinë, e duan leximin, mund të mblidhen dhe të diskutojnë për të njëjtin libër, të ndajnë këndvështrime, bindje, të ballafaqohen me mendime ndryshe dhe të mësojnë të pranojnë ata. Shumë e vërtet në fakt gjithë kjo që e the dhe edhe unë në fakt mendoj që është mjaft mirë që të rinjt mbase sërish janë drejtuar edhe nga leximi, por që mendoj që duhet edhe pak më shumë t'i përkushtohen letërsisë, gjuhës dhe më shumë sigurisht edhe librave të cilat i lexojnë. Katrina, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit Ftesë në studio, që ndave informacionet për trajnimet. Unë ju uroj shumë suksese edhe për trajnimet e ardhshme dhe besoj që do të ketë sa më shumë maturantë të cilët do të jenë të interesuar për të marrë pjesë në trajnimet të tilla. Faleminderit shumë. Falenderoj shumë për ftesën dhe mundësinë. Faleminderit shumë, mirupafshim.